Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Partia Socialiste fitoi zgjedhjet e 11 majit me 83 vende në Parlamentin e ri. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama në fjalimin e fitores falenderoi Shqipërinë. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, shoqëruar nga Bashkëshortja, mbajti fjalimin e fitores për qytetarët shqiptar për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Fitore historike e quan kryeministri rezultatin e 11 majit. Në fjalimin falenderues, ai premton se do të shpërblejë çdo votë qytetarëve me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe rritjen ekonomike të vendit. Mes dritës së yjeve të Evropës dhe errësirës së gropës së një kapeleje fake, Shqipëria zgjodhi yjet. Mes ngjitjes së vështirë në majën dhe rënies së mbyllur në Humner, Shqipëria zgjodhi ngritjen. Këto zgjedhje përballën Shqipërinë që di çfarë do dhe di çfarë bën dhe punon e nuk ndalet duke u ngjitur lart e më lart me Shqipërinë që di vetëm kë nuk do dhe zi çfarë flet dhe shan e mallkon pa pushim duke ulur poshtë e më poshtë. Shqiptarët zgjodhen me si Shqipërie gjithnjë më të mirë, të udhëhequr me krenari dhe të qeverisur me vendosmëri në rrugën e mundimshme të fatit ton europian dhe një Shqipërie të përgojuar si vend gjithnjë më i keq i tërë zezave, me sy të nxirr nga grushtat e urrëties politike dhe trupin e tërhequr zvarr nga gjuhët e palodhura të asaj urrëtie. Mes dritës së yjeve të Europës dhe errësirës së gropës së një kapeleje fake, Shqipëria zgjodhi yjet. Mes ngjitjes vështirë në maj dhe rënies së mbyllur në Humner, Shqipëria zgjodhi ngjitjen. Mes korit ton për Europën dhe një grumbulli radiosh të vjetra me ca tiki-take rreth rrotull, Shqipëria zgjodhi korin ton. Faleminderit Shqipëri. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha dje mblodhi drejtuesit politik të qarqeve pas humbjes së zgjedhjeve të 11 majit. Berisha tha që zgjedhjet ishin farsë dhe duhet të mbrojnë votën. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha pas humbjes në zgjedhjet e 11 majit zhvilloi mbrëmjen e së mërkurës një mbledhje me drejtuesit politik në qarqe. Berisha akuzoi kryeministrin Rama se i grabiti hapur zgjedhjet. Këto banda kanë vepruar në 10 qarqe të vendit dhe në mbi 20 bashkime detyrën për të mbështetur dhe sjell në parlament 30 kandidat të Partisë Socialiste, tha Berisha. Një falënderim për gjithë strukturat e angazhuara në këtë proces, i cili pati si rezultat final plaçkitjen, grabitjen më të madhe të votës në historinë 33 vjeçare të pluralizmit politik shqiptar. Në këto zgjedhje u faktua në mënyrën më të pakundërshtueshme se sa më i madh vjedhja dhe korrupsioni, aq më shumë ato shndrohen në votë dhe pas tyre vota në krim. Pra, rrethi vicioz i krijuar në këtë narkoshtet, që krimi shndrohet në votë dhe vota shndrohet në krim, pati në këto zgjedhje proporcione të papara ndonjëherë më parë. Regjimi që grabiti zgjedhjet e 2025 11 majit nuk e bëri këtë fshehtas. Ai e bëri këtë publikisht duke përdorur për këtë qëllim
të gjithë potencialin e narkoshtetit me vendime qeverie. Pra, ai shpërndau dhurat për votë 70 milion euro 760.000 pensionistëve, të cilët në hartën aktuale elektorale përbëjnë 48% të zgjedhësve të votuesve në Shqipëri. Në qarkun e Fierit, garat për votat preferenciale në listën e hapur u zhvillua vetëm mes kandidatëve të Partisë Socialiste, të cilët morën 7 deputet. Demokratët nuk morën mandatin e 5 të listës së mbyllur. Në qarkun e Fierit, sa i përket votave preferenciale, konkurenca në listën e hapur është vetëm në Partinë Socialiste, pasi demokratët nuk kanë arritur të marrin as mandatin e 5 të listës së mbyllur. Partia Socialiste do të marrë 7 deputet nga lista e hapur, përveç atyre 5 të listës së mbyllur. Listën e hapur e kryeson Ceno Klosi, i ndjekur nga Klevis Jahaj dhe Asforal Haxhiu. Jashtë listës fituese ka mbetur deputeti aktual Nusret Avdullah. Lista e Partisë Socialiste ka 12 mandate. Në listën e mbyllur janë Belinda Balluku, Petrit Malaj, Kiduina Zaka, Erion Mile dhe Ana Nako, kurse në listën e hapur Ceno Klosi, Klevis Jahaj, Asforal Haxhiu, Antoneta Dhima, Elton Korreshi, Seqine Çaushi dhe Dimitër Kruti. Kurse lista e Partisë Demokratike ka 4 mandate, të gjitha në listën e mbyllur: Gazmend Bardhi, Luan Baçi, Brunilda Haxhiu, Sajmir Korreshi. Eduard Sharka mbeti jashtë listës së mbyllur. Ndërkohë, drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun e Fierit, Gazmend Bardhi, u shfaq për herë të parë mbrëm para gazetarëve. Ai falenderoi demokratët e qarkut Fier. Përveç mirënjohjes me zemër për mbi 40.000 qytetarë të qarkut Fierit, që pavarësisht terrorit në të gjitha drejtimet, qëndruan dhe zgjodhën alternativën më të mirë për Shqipërinë, sonte nuk kam asnjë koment tjetër. Mirënjohje dhe vetëm mirënjohje. Faleminderit. 55 lider evropian do të vinë në Tiranë më 16 maj për samitin e Komunitetit Politik Evropian që mbahet për herë të parë në vendin tonë. Kryeministri anglez mbërriti që sot dhe bashkë me kryeministrin Rama dha një konferencë për shtyp. Samiti i Komunitetit Politik Evropian do të mbahet për herë të parë në vendin tonë më 16 maj, ku 55 liderët evropian do të vinë në Tiranë. Disa prej kryeministrave evropian do të mbërrijnë një ditë më parë për të zhvilluar takime me kryeministrin Edi Rama. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, vjen për herë të parë në vendin tonë një ditë përpara samitit të Komunitetit Politik Evropian. Ai u prit sot nga presidenti Bajram Begaj në presidencë dhe më pas u takua me kryeministrin Edi Rama. Vizitën në Shqipëri, kryeministri anglez e nisi në portin e Durrësit. Ai pa në terren punën e policisë shqiptare dhe agjentëve të Agjencisë Britanike kundër krimit të organizuar. Agjencia Britanike është duke ndihmuar policinë shqiptare në parandalimin e trafikut të emigrantëve drejt Anglisë përmes dokumenteve të falsifikuara, po ashtu edhe për zbulimin e parave të krimit të cilat tentohen të futen në Shqipëri të fshehura në furgon mallrash. Kryeministri Edi Rama dhe Kryeministri i Britanisë së Madhe zhvilluan një konferencë për shtyp në lidhje me samitin evropian që do të mbahet nesër. Dua t'ju falenderoj ju posaçërisht për kujdesjen qysh në ditën kur unë erdha ndër samitin e Londrës që ngarkuat njerëzit tuaj për të na ndihmuar me ekspertizën e tyre në organizimin e këtij samiti në Tiranë, që shpresoj ne ta kemi në lartësinë e duhur nesër. Ky është një moment i rëndësishëm në marrëdhëniet mes dy vendeve tona, edhe për shkak se asnjëherë më parë ne nuk kemi qenë kaq të lidhur në të paktën dy çështje të rëndësishme.
Është vërtet privilegj për mua që jam kryeministri I parë I Mbretërisë së Bashkuar që vi këtu për një takim dypalësh ndërmjet vendeve tona dhe mendoj që kjo është vërtet diçka madhore sepse pasqyron lidhjen e fortë ndërmjet dy vendeve tona dhe vërtet jam shumë I kënaqur që pasi e diskutuam këtë gjë më parë që në javën e parë që u bëra kryeministër ne kemi patur mundësinë tani që të vim në Shqipëri dhe të organizonim këtë takim dypalësh natyrisht si pjesa që I paraprin summitit nesër. Përgëzime, urime për fitoren zgjedhore këtë javë dhe në fakt është vërtet gjë e madhe që jam këtu në Shqipëri për të hapur atë që unë e shoh si kapitullin e radhës në marrëdhënien e fortë të dy vendeve tona, duke ofruar siguri dhe rritje këtu në Europë, por edhe në Mbretërinë e Bashkuar. Kuvendi I Kosovës nuk konstituohet as pas një muaji. Dështon edhe përpjekja e 16. Kuvendi I Kosovës nuk arrin të konstituohet as pas përpjekjes së 16. U bë tashmë një muaj me dështime të përsëritura për konstituimin e kuvendit. Lëvizja vetëvendosja tentoi sërish të formojë komisionin për votim të fshehtë të kryetarit të parlamentit, por nuk u mbështet nga partitë e tjera politike. Kryesuesi I seancës konstituive Avni Dehari bëri thirrje për propozimet e emrave të komisionit ad hoc, por partitë e tjera nuk I dhanë përgjigje pozitive. Për formimin e komisionit për votim të fshehtë të kryetarit të kuvendit, 55 deputet votuan pro, një ishte kundër dhe nuk pati abstenime. Në sallë ishin të pranishëm gjithsej 111 deputet. Partitë opozitare thonë se mënyra se si vetëvendosja po tenton të realizojë zgjedhjen e kryeparlamentarit përmes votimit të fshehtë është jo kushtetuese dhe I kanë kërkuar gjykatës kushtetuese të ndërmarrë një masë të përkohshme për të ndaluar mbajtjen e seancave, derisa të merret një vendim. Seanca u ndërpre dhe u shty më 17 maj në orën 10:30. Presidenti e Kosovës, Vjosa Osmani, do të zhvillojë një takim këtë pasdite me kryetarët e partive politike, të cilin e kanë konfirmuar. Ky është edicioni lajmeve për sot. Lajmet I gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.